Referuar opinionit të mëparshëm të Komisionit të Venecias dhe parimeve të Gjykatës së Strasburgut, kryeministri Edi Rama thotë se gjykata nuk ka kompetencën që të pezullojë një antar të kabinetit të qeverisë. Në shënimin e javës në podcastin e tij, duke analizuar qëndrimet e Venecias, kreu i qeverisë tha se pezullimi i ministrës Balluku është antikushtetuese, antidemokratike në frymë dhe jo proporcional. Edhe sipas Venecias, edhe sipas Strasburgut, gjyqësori nuk duhet të pezullojë ministra. Kjo është jo proporcionale në thelb, antidemokratike në frymë, antikushtetuese në përmbajtje, nënshtrim i ekzekutivit, kërcënim i paprekshmërisë vullnetit demokratik, kundër ndarjes pushteteve, përfundimisht pezullimi i një ministri është në vetvete absurd si koncept. Komisioni Venecia sipas kryeministrit Rama e konsideron ndërhyrjen në pushtetin ekzekutiv, vendimin për pezullimin e ministrit. Titullari i ministrisë ka kompetenca politike dhe jo administrative sipas tij. Në këtë kuadër, gjyqësori nuk duhet të cënojë pushtetin ekzekutiv, pasi konsiderohet presion dhe ndikues në përbërjen e kabinetit qeveritar. Për sa kohë një ministër është figurë politike, pjesë e ekzekutivit, përgjegjës para parlamentit dhe kryeministrit, nëse gjykata e pezullon, ajo praktikisht ndërhyn në punën e qeverisë, ndërron përbërjen e ekzekutivit, merr kompetenca që i takojnë kryeministrit dhe presidentit. Dhe kjo konsiderohet nga Venecia shkelje e palejueshme e kufijit ndarës mes pushteteve, sepse kjo përpasoi i hap rrugë presioneve politike ndaj qeverisë, destabilizimin institucional, manipulimin e ekzekutivit përmes procedurave penale. Për Gjykatën Europiane të Strasburgut, një koncept i tillë ka qenë i pahasur më parë. Megjithatë, Gjykata e Strasburgut ka parime të cilat bien ndesh me vendimin e Gjykatës Speciale në Shqipëri. Strasburgu thotë se masat e sigurisë nuk mund të përdoren për qëllime politike, jashtë proporcionalitetit dhe për të ndikuar ekzekutivin. Pezullimi i një ministri nga detyra është minimalisht jo proporcional dhe ndikon drejt për drejt ekzekutivin. Së dyti, për Strasburgun, ministrët janë shprehje vullnetit demokratik. Qeveria buron nga shumica parlamentare dhe Strasburgu ka shkruar se çdo masë që ndërpret apo cënon funksionimin e institucioneve të zgjedhura duhet të justifikohet me standardin më të lartë demokratik. Ndërkaq kreu i qeverisë tha se pret nga Gjykata Kushtetuese që të qëndrojë në anën e dur në vendimin në lidhje me ankimimin e bërë nga qeveria për rastin e ministrës Balluku. Kushtetuesja pritet që të shprehet më 2 dhjetor nëse do të regjistrojë për shqyrtim në themel çështjen e fjalë.